Të gjitha në favor të Partisë Socialiste. Këtë s'kuptoni ju. Të thoni ju pse janë. Po janë, marrë, dhe nuk ka rëndësi. Po thuaj po ti. Unë i kam konstatuar që janë në favor të tyre. Në favor të tyre. Tani vim tek ata që e survejojnë nga një shkallë më e lartë. Politika amerikane nuk bëhet me të doptin. Asnjëherë. Ato ta keni me të fortin. Pra ndaj mos e zgjasni këtë moment. Politikën që do bëj ai, do ta bëj me të fortin. Ju e kam thënë që në kryet herës në këtu. Ju lutem. E dini ju se me kë e bëri reformën? E dini ju se me kë e bëri reformën në Japoni Amerika? 2 reforma ka bërë Amerika të nda. Gjermania shiko ku është. Edhe Der Spiegel, anglosaksonët ja kanë themeluar. Ju lutem edhe një herë. 2 ka bërë. Një ka bërë në Gjermani dhe një ka bërë në Japoni. E dini ju se me kë e bëri në Japoni? Generalin MacArthur. Jo, e bëri me Hirohiton. Tani vdik. MacArthur ishte atje, ishte luja MacArthur. Por përandor që e armiku tyre kryesor. Ju lutem, si e bëri, tek e bëri, është politika amerikane, ju lutem. Është politikë normale, sepse ai do të arrijë intencionin. Folëm për karakterin intencional politikës. Karakteri internacional i politikës është një first forward, është një step forward, është një hap përpara. Ai kur këtë hapin përpara do ta bëj me çdo lloj mënyre pragmatike. Tani, si do bashkohet ai me të doptin? Pse? Që reformën se do. Që i friksuar është. Kush më Që më e ke foli? Kush është më i fortë them? Ku e di është më i fortë? Tani edhe një herë. Dëgjoni nesër dhe e shikoni se kush është i fortë. Ju thash, Partia Socialiste ka vota më shumë nga gjithë. Ai është i fortë. Kjo është ndaj ta do të thotë. Ore zotri, unë kam bërë Ramën kryetar për socialiste, ju flisni kot. I kryzojnë. Vetëm po prapa ajo parti do të fortë. Kur se rrëzove do të zgjidhen. Dy partitë të ndaja, Partia Demokratike dhe Partia Socialiste janë alternuar